O muaji ëmbëloj dashur Ramazan, me ibadet dhikër knaqet shpirti me Kur'an. Gjamit plot besimtar, ftyrat nur ju bajnë, zemrat bashkohen e gjennetin e synojnë. O muaji ëmbëloj dashur Ramazan, me ibadet dhikër knaqet shpirti me Kur'an. Gjamit plot besimtar, ftyrat nur ju bajnë, zemrat bashkohen e gjennetin e synojnë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të dashur shikues, dashur ndëgjues të Radio Televizion Taheti. Po fillojmë edhe sonte me emisionin e seri editorisë çdo të shtunë nga ora 16:30 minuta, të dashur ndëgjues dhe teleshikues të Radio Televizion Taheti. Atër dashur ndëgjues, siç e dini edhe jemi në 10 ditën e fundit e muajit të bekuar të Ramazanit, ku këto ditë janë shumë të vlefshme, të dashur shikues, ndëgjues. Atër Allah na mundëson që dhe të arrijmë dhe këtë natën e Lejlatul Qadr. Allah të na mundëson që të arrijmë këtë ditë që është shumë e vlefshme. Dhe për sonte kemi përzgjedhur një hoxhë i cili janë nga qyteti i Fushë-Kosovës, nga Kosova, hoxhën Saad Kelmendin, ku e lut Allahun fuqi plot që Allah të shpërblen hoxhën e nderuar që ka pranuar ftesën që tjetë së bashku me ne, të dashur ndëgjues, për të na freskuar zemrat me një temë të qelluar. Atëherë, pa mbërko, unë do ta ftoj hoxhën në ekranin ton, duke përshëndetur me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hoxha, dhe mirë se erdhët. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mirë se u gjem. Ishte kënaqësi hoxha që të patëm sonte, që të jeni sonte në emisionin ton, apo në emisionin Zëri i Editorisë. Kënaqësia është edhe imja. Faleminderit shumë për mundësinë. Atëherë hoxha, cila është atmosfera gjatë muajit të bekuar të Ramazanit në qytetin e Fushë-Kosovës? Atmosfera në Ramazan është atmosferë xheneti. Elhamdulillah, pjesa dërmuese e njerëzve agjerojnë, ishe njerëzit më të lidhur, më të afërt, më të dashur me njëri tjetrin, më të dhemshur, njëkohësisht më solidar, dhe ky edhe është edhe qëllimi i agjerimit edhe muajit të bekuar të Ramazanit, që fillimisht i rregullojmë raportet tona me Zotin, pastaj edhe me krijesat. Po, gjë. Atëherë që fjala është për ju dhe inshallah mund të filloni me temën. Bismillahirrahmanirrahim. Faleminderit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Falënderimi dhe lavdi kulmori takon Allahut xhalla shanu, Allahun e madhrojmë, Zotin e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet tona qofshin mbi pejgamberin ton të fundit, Muhammedin alayhi salatu wassalam,
mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe besimtare të cilët e ndjekën, e pasuan, por dhe do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën e llogarisë përfundimtare. Duke u nisur nga parimi, pas falënderimit ndaj Allahut, vjen pastaj falënderimi ndaj krijesave, andaj pejgamberi sa na ka porositë men lam yashkurin nas lam yashkurillah, ai njeri i cili nuk i falënderon njerëzit nuk e ka falëndëruar Allahun. Andaj u jam mirënjohës dhe pafundësisht falëndërues vëlla Muhammed për mundësinë e dhanë. Tani mo vetëm jemi familiarizuar me ju dhe me emisionin tuaj, është nder dhe kënaqësi të jemi pjesë emisionit tuaj, këtij karavani të madh të hoxhallarëve të cilët kanë fol dhe flasin për fenë e Zotit. Zoti ju shpëlbej për rastin dhe mundësinë. Atëherë, pa humbur kohë, temën që kemi përzgjedhur për sot, Ramazani është muaj i mesazheve madhështore, thirrjen që ka Ramazani për reformim shpirtëror, moral e shoqëror janë emëruesi përbashkët i mesazheve dhe porosive të tij. Devotshmëria si objektiv kryesore nuk duhet të shihet vetëm nga këndi i ngushtë që të rregullojë raportet vetëm me Zotin, por devotshmëria është piknisja e ndryshimit tek njeriu dhe është hapi i parë themeltar i tij. Ndryshe synimet që janë duke referuar kësaj lidhjeve me Zotin, të vendosen dhe të riparohen edhe të gjitha lidhjet e tjera. Andaj ne sot kemi përzgjedhur një temë që besoj është shumë e rëndësishme dhe është një temë e cila lidhet ngushtë edhe me Ramazanin, e që është mbajtja e lidhjeve farefisnore. Kur u pyetëm në fillim se si është atmosfera në Ramazan, përmendëm se është një atmosferë xheneti ku elhamdulillah ishe njerëzit që e ftojnë njëri tjetrin në iftar, ishe më të dashur, më të dhëmshur, më solidar me njëri tjetrin dhe kjo është ajo që na bashkon dhe është kjo ajo e cila na ndihmon që na ta fitojmë xhenetin. Allahu kështu na don neve dhe kështu do duhet të jemi. Cila është pozita e lidhjeve farefisnore në Islam? Se duhet të flasim për këtë temë? Spori, ajo që duhet ta përmendim, Allahu xhaleshanuhu tregon për zanafillën e njeriut dhe pastaj flet se si është rritur njerëzimi. Allahu në Kur'anin famlar në surën Al-Hujurat porosi duke thënë: Ja ejuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Thotë, o ju njerëz, me të vërtet Allah po përmend, po thotë, ne ju kemi krijuar juve nga një mashkull dhe nga një femër dhe prej tyre krijuam fise e popuj në mënyrë që ta njehnin njëri tjetrin dhe më i devotshmi tek Allahu është ai dhe më i miri për ju tek Zoti është ai i cili është më i devotshëm. Dhe këtu po përmend Allahu se zanafilla e njeriut filloi prej një mashkull dhe një femre. Me lidhjen e këtyre dyve, Allahu xhaleshanu bani që të krijon pasaj dhe shumë fise e popujt të ndryshëm dhe na tregoi qëllimin pse i ka krijuar, që ata të lidhen me njëri tjetrin, të bashkëpunojnë dhe të bashkëveprojnë me njëri tjetrin. Andaj edhe shpreha që është edhe në gjuhën tonë, është një shprehje besoj ideale që përmendet për farë edhe fis. Fara do të thotë ajo
prej cilës është ADN-ja e njeriut, pra prej bashkëgjegjimi i mashkullit dhe femrës që vjen prej saj njeriu dhe prej këta do duhet që me këta dy të ketë lidhjet superiore në raport me prindrit dhe çdo sen që rrjedh prej tyre, që rrjedh fisi prej nanës, prej babës, lidhjet e gjakut dhe duhet të jenë në pjedestalin më të lartë. Vetë fjala arabisht silatur rahim ka kuptimin lidhje e farefisnisë. Fjala rahim është për qëllim asaj mitrës së nënës, prej ku është dal embrioni, prej ku edhe pastaj zhvillohet njeriu në barkun e nanës edhe lind pastaj, dhe këtu është për qëllim pra që të mbahen lidhjet edhe nga ana e nënës, që është për qëllim lidhjet me tezën, me të afërmit e nanës, me dajen e kështu me radhë, po edhe nga ana e babait, që është për qëllim axhallarët, hallat, kushërinjt e kështu me radhë. Dhe prej kësaj përmendet që Allahu xhaleshanu i ka krijuar lidhjet farefisnore edhe para se të vijë njeriu dhe ju është drejtu atyre. Ato kanë pyet Allahun, ka thonë: o Zot, çfarë pozite na do të kemi ne, cila do të jetë pozita jonë në jetën e kësaj bote. Allahu xhaleshanu i është përgjigjur atyre duke thonë: a doni që ata të cilët i mbajnë lidhjet me ju, pa lidhjet me farefisin, e farefisë përmendëm cilët të janë të afërmit, ata të cilët i mbajnë lidhjet me ju, t'i kenë lidhjet e forta dhe njëkohësisht me mua, thot Zoti, ndërsa ata i cilët i shkëpusin lidhjet me juve, të jenë të shkëputur edhe nga unë. Dhe në këtë formë lidhjet farefisnore janë kanë të kënaqura dhe e kanë pohu këtë. Allahu i lartësuar në Kur'anin famuljar na porosit duke thënë, sikur që tham, mas pari është e krijuar, është e kërkuar që na të mbajmë lidhje me prindërit tanë, me babën dhe me nanën, dhe pastaj edhe me farefisin. Dhe Allah thot Kur'anin famuljar: ja eyyuhalladhina amanu, o ju cilët keni besu. Shumë ajete të Kur'anit na flet Zoti neve besimtarve. Por ajetin që do ta cekë, thot Allahu, na drejtohet: wa'budullaha, keni adhuroni Zotin dhe wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a, edhe mos i bëni shok dhe rival në sundim atij, dhe wa bil walidaini ihsana, edhe me prindrit silluni mirë, wa bidhil qurba, edhe të silleni mirë edhe me të afërmit. Pra, çaja me kuptu që është lidhje e prerë, është një lidhje që do duhet ti mbajmë gjithsesi me të afërmit ton, me farefisin, dhe anën tjetër runa Zot ata cilët i shkpusin këto lidhje, është rreziku që edhe Allahu t'i shkput lidhjet me ta. Prandaj ka shumë vlera mbajtja e lidhjeve farefisnore. Prej tyre e para që kishu me përmend, ata cilët i mbajnë lidhjet farefisnore, pra kjo lidhja farefisnore, mbajtja e tyre është prej imanit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilin e transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, porosit duke thënë: men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Rawahu al-Bukhari. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata cilët e besojnë Allahun edhe ditën e fundit. Pra, kjo është për ata që janë besimtarë. Ata cilët e besojnë Allahun dhe ditën e fundit,
leta nderojnë për thot pejgamberi sa musafirin e tyne, për më tregu çfarë vlere të madhe ka musafiri. E na këtë ditë e kemi musafir në shtëpiat tona, i ftojmë njerëzit në për iftare dhe është një shpërblim i madh për ata cilët i ftojnë dikon në për iftar, ku pejgamberi sa ka thonë kush e ushqen një agjerus e ka shpërblimin e atij agjerusit që ka thirrë në iftar, pa i mungu për shpërblimit të vet asgjë. Me thonë, ja merr shpërblimin edhe ata që ka bo ai, po as atij nuk i mungon nga veprimtaria që ka bërë gjatë asaj dite asgjë. Çfarë më kuptu që thot ai i cili beson Allahun let dhe ditën e fundit let ta nderoj musafirin e tij. Pastaj thot ai i cili beson Allahun edhe ditën e fundit let i mbaj lidhjet e tij farefisnore. Edhe thot ai që beson Zotin dhe ditën e fundit le të flas mirë ose le të hesht. Dhe për kësaj kuptojmë se do të lidhja farefisnore qenka prej buron prej imanit, prej besimit të sinqert që njeriu ka me Zotin e Madhreshëm. Pastaj mbajtja e lidhjeve farefisnore sjell bereqet, sjell begati në furnizim edhe në jetëgjatësi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që na transmeton Enesi radhiyallahu anhu porosit men ahabba ay yabsuta fi rizqihi wa yansa lahu fi atharihi falyasil rahimah. Kush don që ti zgjerohet rrisku edhe do të zgjatet jeta, atëherë le ti mbaj lidhjet e tij farefisnore. Dhe gjithashtu në hadithin tjetër, të cilin na transmeton Aliu radhiyallahu anhu përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai i cili i mban lidhjet farefisnore, Allahu do t'ja zgjat ymrin e tij, do t'i zgjatet jeta, dhe këtu në këtë kuptim ka komentime se ai i cili i mban lidhjet farefisnore, pra do ta ketë një jetë të lumtur dhe do të jetë një jetë të kënaqshme, dhe kjo do t'i bënte atij sikur do të dëshironte sikur të jetonte shumë gjatë, dhe kjo është një prej kuptimeve që përmenden dietarët. Ato që e përmend si pikë tjetër për lidhjet farefisnore është se ata njerëz që i mbajnë lidhjet me farefisin, ata i mbajnë në njëjtën kohë edhe lidhjet me Zotin. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend në hadithin e tij që na transmeton Aisha radhiyallahu anha, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë الرحم متعلق بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. Po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, lidhjet farefisnore janë të lidhura, janë të përmendura qysh në arshin e Zotit që Allahu ka kriju arshin, dhe thot ai i cili mban lidhjet me mu, ai i cili mban lidhjet me farefisin, ai mban lidhjet me mu, ndërsa kush i shkput lidhjet me farefisin, ai ka shkput lidhjet me mua. Dhe nëse shohim fjalët e para të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam pasi arriti në Medinë, njerëzit ishin kurreshtar kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam arriti prej Mekës në Medinë, bani hijretin, ishin kurreshtar me ditë se çka thret kjo fe, për çka flet, për çka i udhëzon, për çka i fton njerëzit. Dhe mezi presnin, pasi u gëzuan që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam arriti në Medinë, mezi presnin të dëgjonin fjalët e para dhe këshillat e para të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam porositi duke thënë: o ju njerëz, ya ayuhan nas, afshu salam, përhapeni selamin. Selami është e kundërta e dhunës, pra selam do me thonë paqe, pra mos u bëni të armiqësum,
mos u bëni të jeni në gjendje të konfliktuoze, mos ofendoni, mos shani. Gjitha këto janë kuptimi i paqes. Dhe po thot kuptimi pra i armiqësisë janë këtu, ndërsa pejgamberi sa sem po thot mbillni paqe, afrohuni, bashkohuni. Kjo është për qëllim. Afshu salam wa at'imu at'am, edhe jepni ushqim njerëzve. Përmendëm çfarë shpërblimi të madh ka ata cilët jepin ushqim dikujt, e sidomos këtë kohën që jemi agjërushëm, pra kush e ushqen një agjërues, e ka shpërblimin të atij që e ka ftu, pa i mungu pej shpërblimit të tij asgjë. Dhe pastaj thot wasilul arham, edhe mbajeni lidhjet farefisnore. Wa sallu bil lejli wan nasu niyam, edhe faluni natën kur njerëzit janë duke fletur, tadkhuluna al jannata bisalam, keni me hyrë në xhenet me paqe. Pra, një prej formave që me hyrë në xhenet, një rrugë e lehtë për ta fituar xhenetin është ata cilët i mbajnë lidhjet e tyre farefisnore. Dhe pejgamberi sa edhe në hadithe tjera kur ka përmend për lëmoshën dhe kur ka nxit për sadakan, ka thonë duhet që të filloj me familje. Dhe ata, për shembull, ata cilët i mbajnë lidhjet me farefisin dhe ju ndihmojnë atyre duke i dhënë sadaka, kanë shpërblimin e dyfisht. E para kanë shpërblimin e sadakas që e japin, dhe e dyta shpërblimin e mbajtjes së lidhjeve farefisnore. Ajo që do duhet ta dimë është gjithashtu ajo që lidhet me lidhjet farefisnore duhet të jetë falja dhe toleranca. Pavarësisht na jemi njerëz, mund gabojmë edhe mund bëjmë lëshime, por ajo që duhet ta dimë është t'i falim njerëzit, dhe sikur që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin kur flet për agjërimin, përmend thot idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sa'im. Ka thon kur dikush është në gjendje agjërimi, ka thon as mos të flas keq, as mos të bërtas. Edhe thot nëse dikush e shan apo ofendon apo mundohet ta sulmon fizikisht, le t'i thot unë jam njeri që agjëroj. Pra siç mund ta shohim, arsyeja pse besimtari agjeron dhe nuk reagon ndaj këqijave, ignorancës dhe provokimeve fizike nuk qëndron tek dobësia apo pamundësia për t'ia kthyer ato, por qëndron tek besimi, bindja dhe feja e tij. Kjo nuk kupton që ky moral është parim, dhe këtu mbas edhe qëndron arsyeja pse Kurani fisnik I jep tekste veçantë tyre vlerave, dhe Allahu I Madhërisëm na përmend në surën Al-Araf duke thënë khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin, trego mëshirë, urdhro për vepra të mira dhe shmangu nga të paditurit. Lidhjet në Islam janë të lidhjet farefisnore kanë një rëndësi të veçantë, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra I porosiste shokët e tij që të jenë të kujdesshëm në lidhjet e tyre farefisnore, dhe përmendi tha erdhi një person dhe pyeti, tha o dërguari I Zotit, unë sillna mirë me të afërmit e mi, ndërsa ata nuk sillen, unë ju flas atyre ndërsa ata nuk më flasin, dhe pejgamberi sa sem tha ti je në përsi nëse është ashtu sikur që po e thua. Dhe nuk është për qëllim që do thot tua kthejmë në të njëjtën mënyrë, në të njëjtën monedhë, do thot nëse ata na shkëpusin lidhjet edhe na t'i shkpusim me ta. Pejgamberi sa sem ka thonë mbajtja e lidhjeve farefisnore nuk është kompenzues, është për qëllim pra nëse unë I shkoj atij veç nëse më shkon. Unë e thras në shtëpi vetëm nëse ai më thret. Ka thonë mbajtësi I lidhjes farefisnore është ai I cili edhe kur nuk të shkon ti shkon e viziton, edhe kur nuk flet ti flet dhe nderon ato.
Prandaj Allahu i lartësuar kur përmend për lëmoshën, për zakatin, përmend në librin e tij duke thënë wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Do të me të vërtet ata i ushqejnë të varfrit, i ushqejnë jetimet, e këtu mund të hyjnë edhe lidhet farefisnore sikur që thamë, dhe thot edhe pse vet janë nevojtar dhe kur i ushqejnë nuk presin prej tyre mirënjohje, nuk presin prej tyre falënderim, por thonë ne ju ushqejmë juve vetëm për hir të Zotit, prandaj as nuk duam shpërblim e as falënderim. Dhe për ta përmbyll, po e përmendi një rast nga koha e parë, nga koha e muslimanëve të parë, që është për qëllim koha e sahabëve që kanë jetuar me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, dhe kjo let mbetet si mesazh për gjithë ata cilët mendojnë se mos flasim me njëri tjetrin për shkak se dikush më ka lëndu. Le të bëjmë një komparacion, një krahasim. A je i lënduar deri në këtë pikë sa është lëndu Abu Bakri? Abu Bakri radhiyallahu anhu ka pas një të afërm të Aishës radhiyallahu anha, vajzës së tij, që përmendet ka qenë djali i tezës së Aishës, edhe i ka qenë i varfër, dhe Abu Bakri radhiyallahu anhu e ka ushqyer ata me veshmbathje, ushqim me kështu me radhë, dhe kur është bërë shpifja ndaj Aishës për imoralitete, që është diçka shumë e rëndë me shpik për gratë e ndershme, gratë e pafajshme, për atyre që kanë rënë në këtë sprovë ka qenë edhe ky, ka pasur Mistah, ky i afërm i Aishës, që edhe ky ka qenë për atyre cilët janë bashkuar i karavanit që është fol keq për Aishën dhe bë shpifje për ta. Dhe kur Allahu zbriti ajetet e Kur'anit të cilat e vërtetonin pafajësinë e Aishës radhiyallahu anha, atëherë Abu Bekri tha, pasha Zotin, ma unë atij personi nuk do t'jap. Pra ky e ka keq përdorur mirësinë time dhe ka fol keq edhe për familjen time edhe për vajzën time. Dhe pas kësaj zbriti ajeti i Kuranit, i cili Allahu i lartësuar tha të mos betohen të mirët nga mesi juaj, që nuk kanë me ju ndihmu të tjerëve, por ti ndihmojnë atyre dhe le ti bajnë lidhjet me ta dhe le ti ushqejnë ata, a dëshironi t'ju fal Zoti juve. Dhe ky ajet kur ka zbrit, Abu Bekri ka thonë, po vallahi dëshiroj të më fal Zoti, dëshiroj të më fal Zoti, është rikthy prej asaj dhe ka vazhduar me mbajt lidhjet me Mistahun edhe më tutje, për shkak se pra ka dash faljen e Zotit. Dhe kjo është porosia ime. Jemi në muajin më të madh të vitit, në muajin Ramazan. Është një rast dhe mundësi ideale që na t'i forcojmë lidhjet tona farefisnore. Nuk është kanjer është bërë jeta dinamike, nuk është po them patjetër nashta më pa për ditë, patjetër me fol për ditë, po më rëndësi është mos kemi konflikte me njëri tjetrin, të mos me fol me njëri tjetrin. Pejgamberi sa ka ndalu me martëmëri muslimani me muslimanin më shumë se 3 ditë. Dhe sidomos dita e Bajramit të na gjej neve për atyre cilët bëjmë bajram me njëri tjetrin, i largojmë hidhrimet, i forcojmë lidhjet tona, dhe kështu edhe të se nderojmë axhin, e nderojmë edhe babën, nëse nderojmë tezën, e nderojmë edhe nanën, nëse nderojmë hallën, nderojmë babën e kështu me radhë. Gjithë që i mbajmë këto lidhje, Allahu xhaleshanu do të na i forcoj lidhjet tona, edhe do të na bën shkak që na ta fitojmë xhenetin. Allahu shpërblet për rastin dhe mundësinë. Kaq për këtë emision, inshallah takohemi edhe herave të tjera. Allah shpërblet hoxhin nderor. Andeshëm. Amen. Të dashur ndër. Edhe njerë hoxha? Zoti ju nderoj, Zoti shpërblet për mundësinë dhe rastin. Amin. Allah shpërblet hoxhin nderuar. Hoxhin ndëruar, hoxhin Saad Kelmendi nga Bosh Kosova.
me temën e tij mbajtja e lidhjeve fare fisnore.